Ngria vjen një stot këtë tjetër, ka qenë trener këtë tjetër kush, edhe tash ka orë një trener gjerman, një trener shumë i mirë, një trener shumë i suksesshëm, edhe gjithsesi me një përvojë shumë më të mirë, edhe po mendoj që kam ndryshuar këtë filozofinë e lojës të Anglisë, e që kjo mundet me na kushtu neve, kur thëm neve, Shqipërisë këtë rast në ndeshjen e nesërme. Shqipëria është e vërtetë që është për momentin një stad më lart se Kosova për momentin, e dim që është 2 herë pjesëmarrëse në kampionatet evropiane, edhe sigurisht se domethënë brenda asaj ka lojtarë që kanë minutazh, kanë do të thotë përvojë më të mëdha, edhe kompeticioni kampionati evropian është shumë ndryshe kur e ka një përvojë të tillë. Pra ka lojtarë me nivel ndoshta shumë të lartë për momentin, po gjithsesi nivel ekipor kemi një lojtar që bëjnë ndoshta diferencën kundër tyre. Po gjithsesi Shqipërinë e shoh që nesër e ka shumë vështirë në ndeshjen kundër Anglisë, të pas parasysh gjitha domethënë parametrat që janë të lojës, si cilësi të lojtarëve, si kontingjent, si gjithçka, para tifozëve të vet, domethënë gjitha përparësitë janë te Anglia. Unë veç shpresoj mos marrim gola shumë, por ndryshe të fitoria edhe në shkolla po them. Po që pa ule. Që shkolla është shumë e mirë. Po që Anglia është vazhdim se for dihet, po Apo me dhonë analizë shumë shpejt. O çka kështojnë, në 4 golla. A kuptoj se sa më thon, Anglia përkundër që është super fuqi, Anglia me kombëtare. Gati kur nuk na ka kënaq me lojën ai sen. Unë sa më me na kënaq golla. Po, ama me lojën, me sa vjet unë e këshyri Anglinë. 4-5 golla. Smaj me në herë gjithë për shembull kanë dëshpëruar i prit, i ka pas top lojtarë në klube për shembull. Edhe kur kanë ardhur kombëtare gjithë dëgjush kanë luajt lodh. E ka psyshi edhe ata. E tash nesër sholla nesër janë të lodh. sholla nesër janë të lodh. Ne po kjo nuk do me thonë që Shqipëria është më e mirë se Anglia. Unë po mendoj kur Anglia u kon top ekip, po mendoj në lojë me Italinë ose me Spanjën, s'ka ku ka u Anglia me ekipe më dopta që u prit me fitu bendshëm. Debutimi me trajnerin e ri. Me trajnerin. Në stadion atje. Përbërja e ri, gjithçka gati, veç pas debutimit trajnerit o po të kallëzoj se Anglia ngëm se Anglia ka kështu. Kuti nxen çto ekipet e vogla. I sa ka tën golla, derisa të vjen me një farë Italia, Gjermania, edhe e kanë të keq. Po veç mja këshyr historinë me Shqipërisë dhe Anglisë, që gjithë janë 5-4 edhe unë nuk mendoj unë nuk e di se mujë se ardhë kesh pak që pa ullet në Unë e Humbja nuk është e thellë. ja, është interesant. Jo shkoj tu zbut pa uli shashkë. U qetësuat. Ja, pa ullë. nuk e humbi shpresën që kena me fitu. Ju mundi me thonë qatë dane. Pauli e ka maicën e pambukut, s'ja për kuptat. Edhe ato e ka bot pambukut Çiponin aty. Unë thamë që Shqipëria ka me fitu, ju mundi me thonë qatë dane. Shqipëria, Anglisë, Inshallah. Po nesër. Mundet me fitu ka. Ja, është interesant më theksu se kombëtarja angleze. Humbje fitore para se. Kombëtarja angleze lun me një trener thash 3 edhe filozofia e këtij trenerit ka më qenë shumë ndryshe. Loja zakonisht e anglezëve është bazuar në lojë të fortë, e tash mundet mendohet që dalin lojë taktike edhe teknike. Domethënë kur them taktike sigurisht se do marr ka pas taktik, po taktik gjermane është shumë ndryshe. Filozofia gjermane është shumë ndryshe, bazohet më shumë jo në forcë, po do të thënë në teknikë. Edhe